Partia Demokratike ka nisur zyrtarisht punën për të zgjedhur një emër që do të vendosë përballë Ogeta Manastirliut për kryetar të Bashkisë së Tiranës. Flamur Noka, Berin Kolliçi dhe Ilir Ali Mehmeti do të jenë pjesë e grupit të punës që do të negociojnë me partitë të opozitës për zgjedhjen e kandidatit. Flamur Noka, Berin Kolliçi edhe zoti Ilir Ali Mehmeti do jenë përfaqësuesit tanë do negociojnë me partitë e tjera. Sali Berisha ripërsëriti qëndrimin e Partisë Demokratike se do të takohet me të gjitha partitë e opozitës për kandidatin për Bashkinë e Tiranës. Këta 3 persona janë të ngarkuar të negociojnë me të gjitha partitë opozitare, koalicionit dhe jashtë koalicionit. Berisha i bëri komentet në një deklaratë për media ku tha se Partia Demokratike do të denoncojë në SPAK kryeministrin Edi Rama në lidhje me një takim të mundshëm të njerëzve të tij në Aruba publikuar në një media italiane. Ju garantoj se veprimet tona do t'jenë të shumë fishta dhe të shumë llojta për këtë takim që tashmë nuk e mohon dot kush. Tashmë është i shtamposur në regjistrimet e antimafjes italiane dhe unë e falenderoj shumë se ajo qofse gazetari ka publikuar ato, do të thotë se antimafja ja ka dhënë, se ai nuk ja u ka rrëmbyer, nuk ja u ka vjedhur. Ata kanë bërë një shërbim të madh. Ky reagimi i tij fundit erdhi pas publikimit të librit të një gazetari italian që pretendon për takime me përfaqësues të krimit organizuar.